Ai I cili don të hyjë në xhenet duhet të jetë larg, duhet të jetë I pastër nga këto 3 gjëra. Cilat janë ato? Unë jam ma I mirë se ai. Unë jam ma I dashur se ai. Unë jam ma I moralshëm se ai. Veshja e bukur, nallet e bukura. A është kjo mendje madhësi? Tash, në këto momente, ja ke fladit shpinën vëllau tam. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi duke kaluar ditë edhe net, momente të shtrenjta, qaste me vlerë të madhe, jemi duke u munduar që t'i realizojmë adhurimet tona ndaj Allahut Azza wa Jall, elusim Allahun Azza wa Jall që Allahu ibadetet tona të na I pranon. Në këto ditë të shtrenjta dhe në këto net të mëdhaja jemi duke u munduar që të përkujtojmë vetveten dhe gjithashtu të përcjellim mesazhet e fesë Allahut Azza wa Jall edhe ndaj juve, duke u munduar që çdo mesazh, çdo porosi e cila vjen nga dini Allahut Azza wa Jall të zë vend në zemrat tona, të ndikon që ne gradualisht, që ne vazhdimisht të ndryshojmë, të udhëzohemi, të përmirësohemi, të afrohemi tek Allahu Azza wa Jall. Nuk ka dyshim se çdo gjë e cila është e mirë dhe e cila na ofron te Allahu Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall na ka njoftuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar. Dhe nuk ka dyshim se çdo gjë e cila është e keqe, e hidhëron Allahun Azza wa Jall, na largon nga rahmeti Allahut, na afron në dënimin Allahut, gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka njoftuar. E në një prej haditheve të tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon të gjithëve, të gjithë ata të cilët janë të interesuar për të hyrë në xhenet, të gjithë ata të cilët duan të arrijnë shpërblimin e Allahut Azza wa Jall, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon për atë I cili don të hyjë në xhenet, çka duhet të ketë ai njeri, çka duhet të arrijë ai njeri, nga çfarë gjëje duhet të largohet ai njeri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Men mata wa huwa bari'un min thalath." Kush vdes duke qenë I pastër nga 3 gjëra. Kush vdes duke qenë larg nga këto 3 gjëra. Kush vdes duke mos ra në këto 3 gjëra, do të hyjë në xhenet. A ka dikush I cili pas këtyre fjalëve nuk ka interesim të di se cilat janë këto 3 gjëra, të cilat neve ka mundësi të na pengojnë nga xheneti Allahut Azza wa Jall. Ai I cili don të hyjë në xhenet duhet të jetë larg, duhet të jetë I pastër nga këto 3 gjëra. Cilat janë ato?
tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el kibr, cilësia e parë, gjëja e parë, gabimi i parë, mëkati i parë, kibri, mendje madhësia, ai i cili don të hyjë në xhennet. Kush vdes dhe nuk ka kibër, kush vdes dhe nuk ka mendje madhësi, në jetën e tij nuk ka qenë mendje madh. Mendje madhësia, kjo cilësi e rrezikshme, kjo dukuri e rrezikshme, kjo gjë e cila futet në zemër dhe ndoshta njeriu nuk e vëren fare, ndërsa kjo është rruga e të parit i cili ka qenë mendje madh dhe i cili nuk ju nështrua Allahut Azza wa Jall në momentin që u urdhrua t'i bie në sejdë Ademit alayhis salam. Ky ishte iblisi që Allahu Azza wa Jall tha, aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Refuzoi iblisi, u paraqit mendje madh dhe ishte nga mohuesit, ishte nga ata që nuk i ra, apo ishte i vetmi që nuk i ra në sejdë Ademit alayhis salam. Por çfarë arsye u përgjigj iblisi, duke u arsyetuar dhe duke thënë, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Çka e shtyri atë që mos të bie në sejdë përveç se mendje madhësia, duke thënë unë jam më i mirë se ai. Dhe këto fjalë është mirë që besimtari t'i regjistron dhe çdo herë ta ketë parasysh se të kujt janë këto fjalë, që ndoshta ti në jetën tënde mund të thuash unë jam më i mirë se ai, unë jam ma i dashur se ai, unë jam ma i moral shumë se ai, unë jam ma i kujdes shumë se ai, unë jam ma musliman i mirë se ai, dhe në sa raste të caktuara njeriu e sheh vetveten ma i miri i të gjithëve. Ana khairun minhu, unë jam ma i mirë se ai, mua më ke krijuar nga zjarri, atë ke krijuar nga dheu. Dhe pastaj kjo cilësi e filluar nga iblisi, e vazhduar nga njerëzit më të këqij në gjithë historinë islame. Nga ai i cili tha, ana rabbukumul a'la, Firauni Musait alayhis salam, i cili tha, unë jam Zoti juaj më i larti. Nga Nemrudi i cili tha, ana uhyi wa umid, unë jam ai i cili i ringjalli njerëzit dhe unë jam ai i cili i vdes ata, dhe kështu me radhë. Njerëzit më të këqij dhe mendje madhësia më e rrezikshme është ajo e cila bëhet ndaj Allahut Azza wa Jall, Allahu na ruaj. Njeriu të jetë mendje madh ndaj kujt? Ndaj Allahut. Dhe ti thot Allahut jo. Sa është e rrezikshme një gjë e tillë. Subhanallah. Të jetë njeriu mendje madh karshi fjalës së Allahut, fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, udhëzimeve të Islamit. Kështu ndodhi me një njeri të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi, e porositi, ishte duke ngrënë me dorën e majt. Subhanallah. Dhe sa prej muslimanëve sot hajnë edhe pinë me dorën e majt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ha me dorën e djathtë, jo me të majtën, ha me dorën e djathtë. Mirë, po ky njeri u përgjigj duke thënë, la astati, unë s'muj me hangër me djathtën. Subhanallah, me ngranë me dorën e majt është keq, mirë, po nuk është aq keq sa është mendje madhësia e paraqitur ndaj fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lastata'at, mos mujsh asnjëherë. Ha me dorën e djathtë, valla unë s'muj, nuk muj me hangër me dorën e djathtë. Tha, mos mujsh asnjëherë. Çka ndodhi? Këtij njeriu Allahu Azza wa Jall ia paralizoi dorën e djathtë, që ma mos mundet me ngran me dorën e djathtë asnjëherë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma mana'ahu illa al-kibr, nuk e ndaloi këtë ndonjë gjë tjetër përveç se mendje madhësia.
Une me të majtën, mos më trego ti mua çdo gjë tash, edhe si me ngran, edhe çka me ngran. Kjo mënyrë, kjo paraqitje, mendje madhësisht, është më e rrezikshmja në jetën e besimtarit, në jetën e njeriut. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na përshkruajti që ne ndoshta mos të hyjmë në siklet, që ndoshta ne mos dyshojmë në veten tonë, tash unë a kam mendje madhësi apo nuk kam mendje madhësi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah men kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Nuk ka me hi në xhenet ai i cili në zemrën e tij ka qoftë edhe një grimc mendje madhësi. Dikush tha, ja Rasulallah, po dikush prej neve dëshiron të vishet bukur, të duket bukur, veshja e bukur, nallet e bukura. A është kjo mendje madhësi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, jo, Allahu është i bukur dhe e don të bukurën. Cila është mendje madhësia? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, batarul haqq wa ghamtun nas. Këto dy gjëra, kjo është mendje madhësia. Shikoje në jetën tënde, shikoje në veten tënde, a ki mendje madhësi? A ki këtë sëmundje në zemër e cila nuk të shkakton dhimbje, të cilën ti nuk e vren, ama është më e rrezikshme se sa dhimbja e zemrës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, batarul haqq, kundërshtimi i të vërtetës. Kundërshtimi i të vërtetës. Nëse e ke pas ndonjë gjë në të kaluarën dhe të tregon dikush në atë e cila është e vërtetë, mirë po, kush është ai? Kush është ky me më tregu mua? Dhe ai mund të jetë dikush që në syrin tënd është i thjeshtë, mund të jetë më i ri, mund të jetë i vogël, mund të jetë gruaja, bashortja, mund të jetë familja, mund të jetë evladi yt, mund të jetë ndonjë shok që ti, kush është ky me më tregu mua? Kjo është e rrezikshme. Shikoje në jetën tënde, nëse të vjen ndonjë këshill, nëse të vjen ndonjë fjalë, nëse vjen ndonjë përmirësim që dikush mundohet ta banë në ty, shikoje ti si e pranon atë. Dhe gjithashtu e dyta, wa ghamtun nas, dhe nënçmimi i njerëzve. Shikoje njerëzit në jetën tënde me çfarë syri i shikon. Nëse ata janë më të ulët në ndonjë aspekt të dunjas, nëse janë më të varfër se ti, nëse janë në ndonjë pozit më të ullët se ti, apo nëse ti e në ndonjë pozit më të lartë se të tjerët, si të duken të tjerët ty. U e ghamtun nas, nënçmimi i njerëzve. Mendje madhësia është prej gjëjave më të rrezikshme. Andaj në ditën e gjykimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, do t'i ringjall Allahu njerëzit të cilët kanë qenë mendje mdhej në dunja në formë të bubrecit. Subhanallah, ai i cili në dunja i ka hap krahë, ai i cili e ka pa veten shumë lart, në ditën e gjykimit do të jetë më i nënçmuari, më i poshtruari. Tha, do të ringjallen në formën e bubrecit, në formën e mizave. Yaghshahumu dhullu min kulli mekan. Do t'i kaplon poshtria nga gjitha anët. Dhe ky është rreziku i madh. A don njeriu të hyjë në xhenet? Po, me mendje madhësi nuk hyhet në xhenet. Çka duhet të bëjmë? Duhet ta luftojmë vetveten. Duhet ta kundërshtojmë vetveten. Duhet ta shtypim vetveten. Duhet të mundohemi të mbjellim, të kultivojmë në zemrat tona modesti. Ti tregojmë vetvetes se ne nuk jemi askush. Ne jemi të njerëz të thjesht, jemi besimtar, si gjithë të tjerët, në mesin e gjithëve, pa e dalluar, pa e ngritur, pa e veçuar vetveten se a di kush jam unë. Men mate wa huwa bari'un min thalath. Kush vdes duke qenë i pastër nga 3 gjëra. Gjëja e parë, el kibr, mendje madhësia. Gjëja e dytë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el-ghulul. Çka është el-ghulul? El-ghulul në aspektin e veçantë, në kuptimin e veçantë, nën kupton
marjen nga pasuria, nga plaçka e luftës, para se emiri, komandanti, ta shpërndan atë. Ende pa e shpërndajt në mesin e gjithve, dikush fshehtas merë nga plaçka e luftës dhe ndan atë për vete. Kjo është gulul në kuptimin e veçantë. Në kuptimin e përgjithshëm, gulul është çdo pasuri e cila është e përgjithshme. Është e krejt popullit, e krejt besimtarve. Dikush e merr atë me dhunë, dikush e merr atë me tradhti, dikush e merr atë me mashtrim, me hile, dikush e merr atë në mënyrë të padrejtë. Ndërsa Allahu Azza wa Jall tha: "Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah." Ai i cili merr gulul, ai i cili merr pasuri në këtë mënyrë të padrejtë, do t'i ngarkohet ajo, me atë do të del para Allahut Azza wa Jall. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregoi për një njeri i cili ishte në luftën e Hajberit, vdiq një njeri në Hajber. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i treguan që atij njeriu t'i falin namazin e xhenazës. Subhanallah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Faljani njeriu tuaj namazin e xhenazës." Kur ka vdek dikush, ai i cili u ka fal xhenazën ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prezent nuk i fal xhenazën. Faljani ju namazin e xhenazës. U ndryshuan fytyrat e sahabeve. Çka ndodhi tash? Çka ka bë ky njeri? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tregoi, tha: "Ky njeri ka marr nga pasuria që nuk i takon, një gjë e cila nuk ka vlerë asa 2 dirhem." Subhanallah. Asa 2 dirhem, mirë po i ka marr në mënyrë të padrejtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i fali namazin e xhenazës. Faleni ju. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëshiron që t'ju tregon sa është e rrezikshme një gjë e tillë. Në një rast tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dëgjoi sahabët duke thënë për një njeri të vdekur në luftë: "Filani shahid, filani shahid." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ndërsa unë e kam pa atë duke u djegur në zjarr për shkak të një pelerine apo një veshje të cilën e ka marrë nga plaçka e luftës." Subhanallah. Filani shahid. Jo. Por çfarë arsye do digjet në zjarr? Për shkak se ka marrë pasuri në mënyrë të padrejtë, në mënyrë që nuk i takon. Dhe kjo është e rrezikshme. A na ndodh neve? Ndoshta neve nuk na ndodh plaçka e luftës dhe pasuria prej saj. Mirë po mund të na ndodh që njeriu të merr, të uzurpon nga pasuria e përgjithshme e njerëzve dhe të hynë në këtë hadith dhe të hynë në këtë cilësi e cila quhet gulul. Pasuri e marrur e padrejtë nga pasuria e njerëzve. Kur ndodh ajo? Ajo ndodh kur ti fqin një tand, i alargon qofte edhe një plamb murin tand që të hish pak të aj dhe të zgjerosh oborin tand. Kjo është gulul. Hin kur ti murin tand e nxjerr në rrugë, që ta zgjerosh oborin tand e pengon rrugën. Rruga e kujt është pasuri e përgjithshme, e uzurpuar prej teje. Ti atëherë ke hi në këtë hadith që quhet gulul, prej gjunaheve të rrezikshme. Kur ti vendon pengesat në parkingun tand, i cili në realitet nuk është i iti, dhe në vend se të kalojnë kalimtarët, në vend se të kalojnë njerëzit, që ajo është pasuria e përgjithshme e krejtve, ti e ke zaptuar, e ke uzurpuar dhe e ke bë parking, si kur të jetë i iti para shtëpis apo dyqani tand. Kjo është gulul, për të cilën njeriu rrezikohet në dunja dhe në ahiret. Kjo është e rrezikshme, marrja e pasurisë së dikujt pa hak, sidomos kur është pasuri e përgjithshme, e zaptuar prej teje dhe ti mendon që me atë 1 metër që e ke shfrytzuar, mendon që ke arritur dhe ke fituar. Në dunja njeriu rrezikohet, në ahiret
ky është dënimi Allahut Azza wa Jall. Ai I cili don të hyjë në xhenet duhet të jetë I pastër nga këto gjëra, nga kibri, mendje madhësia, nga hululi, pasuria e marrur në mënyrë pa të drejtë, nga pasuria e përgjithshme. Besimtari duhet të jetë shumë I kujdesshëm. Dhe gjëja e tretë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wad-dain, dhe borxhi. Dhe borxhi që e merr njeriu prej tjetrit, që e merr prej vëllaut të tij, që e merr prej dikujt dhe pastaj nuk e ka niyet që ta kthen atë. Krejt qëllimi I tij është sikur të ketë mundësi që ti merr në dorë dhe pastaj ma as që I shkon mendja atë borxh ti ja kthen tjetrit. Dhe kjo është e rrezikshme deri në këtë shkallë. Jo rastisht Allahu Azza wa Jall e zbriti një ajet në Kur'an I cili është ajeti më I gjatë në Kur'an. Ajeti më I gjatë në Kur'an është ajeti I borxhit. Tha Allahu Azza wa Jall, ja eyyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh. O ju besimtar, o ju musliman, nëse merrni borxh për një afat të caktuar, faktubuh, shkruajeni atë. Dhe ajeti deri në fund të faqes I cili flet për borxhin. Ai I cili merr borxh është e mira, shkruaj atë. Nga se ka mundësi njeriu të merr borxh dhe të haron. Ka mundësi njeriu të merr borxh edhe të vdes. A kemi ne borxhe? Shumë prej njerëzve kanë borxhe. Nëse I ki borxhet e tua, regjistroj ato. E para që mos harohen. Dhe të ka dalë prej mendje. Dhe ti para Allahut Azza wa Jall del I rrezikuar me borxhet e tua që nuk I ke pastruar në dunja. E dyta, ka mundësi që njeriu të vdes. I Zoti I shtëpisë ka borxhe. Dhe nesër I Zoti I shtëpisë vdes. Dhe vijnë njerëzit, dikush thot mua më ka borxh, tjetri thot mua më ka borxh, dhe familja nuk din asgjë. A do ta kthejnë borxhin që ndoshta nuk e ka marrë? Apo ndoshta nuk do ta kthejnë borxhin që realisht e ka marrë. Dhe nga të dy anët ka pasoja të mëdha. Ka mundësi që dikush të paraqitet, ti borxhin nuk e ke shkruar, ke vdek. Vjen nesër dikush te familjarët edhe thot, prindi juaj mi ka pasur mua borxh 10.000 euro. Jo I ka pas, jo nuk I ka pas, të shënuara asgjë. Nëse nuk I ka pas dhe I a jep, je në humbje. Se ja ke dhënë kot fal të ka mashtruar. Po nëse I ka pas dhe nuk I lahet borxhi, sa është e rrezikshme një gjë e tillë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një ditë gjithashtu në prani të një xhenazeje u drejtuan sahabët që t'ia falin xhenazën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mesin e tyre bani pyetje, a I ka pasur dikujt borxh? Po ja Rasulullah. Sa është borxhi I këtij njeriu? 2 dinar. 2 dinar. A ka dikush I cili ja lan borxhin atij? O ngrit Abu Katade, tha unë ja Rasulullah, falja xhenazën, unë këtij njeriu do t'i laj borxhin, unë do t'i paguaj 2 dinar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I fali xhenazën. Ditën e nesërme e takoi Abu Kataden. O Abu Katade, a ja lajte borxhin? Para mendoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me njëherë në takimin e parë, me çfarë derti për besimtarin I cili ka vdek, a ja lajte borxhin? Tha ja Rasulullah, ai djesa ka vdek, do t'ja laj borxhin. Subhanallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e nesërme e takoi Abu Kataden. Abu Katade ja tha, ja Rasulullah, I ja lajta borxhin filanit. Ja kam paguajt atë borxhin që e ka pas. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tash në këto momente I ja ke fladit shpinën vëllaut tant. Subhanallah, deri tash në këto momente ka qenë në rrezik ky njeri. A do të dënohet? A nuk do të dënohet? Ja ke lajt borxhin
ky njeri nuk dënohet, ja ke fladit shpinën vëllau tant. Ndërsa në hadithin tjetër tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i falen shahidit gjitha mëkatet. Nëse njeriu vdes si shahid, e jep jetën për hir të Allahut azza wa jall, ka mirësi shumë, ka cilësi shumë, e para atyre në momentin e rënies së pikës së parë të gjakut, Allahu ja fal krejt gjunahet. Krejt gjunahet, të mdhaja dhe të vogla, asnjë gjunah del para Allahut i pastër pa gjunahe. Illa dejn, përveç borgjit. Subhanallah, edhe shahid me ra. Përveç borgjit, borgjin Allahu nuk ta fal. Sa janë njerëzit të cilët janë të rrezikuar, sa janë njerëzit të cilët jetojnë me djersën e tjerëve, tjerët punojnë dhe ata marrin borxh, me shpresë që do t'i kthejnë, dhe në realitet në fund e shet që nuk i kthejnë. Dhe kalon 1 vit, kalon 2 vite, kalon 3 vite, sa njerëz sot e kanë të ngarkuar, e kanë të komplikuar jetën shkaku i borxhlive. Të hollat i ka, të hollat nuk i ka. Nga se u ka dhënë njerëzve me shpresë që t'ju ndihmon, t'u lehtëson gjendjen, të ju gjendet në raste të vështira. Tash mbetet vet në gjendje të vështirë, të hollat e tij nuk i ka. Çka duhet të bën? Duhet t'i lut njerëzit për pasurinë e tij, për të hollat e tij, deri në atë shkallë sa që ndoshta duhet të hidhrohet, duhet të prishet raporti me të tjerët. Për çfarë arsye? Për shkak se i ka dhënë borxh. Dhe në sa raste njerëzit nuk japin borxh. Shkaku i kujt? Shkaku i atyre të cilët nuk e kthejnë borxhin. Njerëzit pastaj edhe ndaj të mirëve nuk janë në gjendje të japin borxh. Subhanallah, e sa prej atyre janë që e vonojnë, e ka marrë borxhin, e ka caktuar kohën, duhet ta kthen borxhin në afatin e caktuar. Nuk ka nevojë me thirr në telefon, nuk ka nevojë me shkuar te dera, ai vetë duhet ta ketë parasysh që në datë borxhi duhet të kthehet. Mirë po njeriu është zullumçar. Ne jemi zullumçar të vetvetes, e në sa raste jemi zullumçar ndaj njëri tjetrit. Në sa raste njerëzit i ka të hollat dhe nuk t'i kthen, nga se mundohet t'i shfrytëzon dikun tjetër dhe hajt se ja kthej, t'ja bash për çato ke mbet. Subhanallah, dhe pastaj të merr në llogari. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, matalul ghaniyyi dhulm, vonimi i kthyerjes së borxhit të pasurit është zullum. Çka nën kupton vonimi i borxhit të pasurit? Dietarët kanë thonë, ky hadith i ka 2 kuptime. Vonimi i borxhit të pasurit, kur i pasuri nuk ta kthen borxhin. Subhanallah, ai është i pasur, ti e di, ka firmë, ka biznes, ka të holla, ka lëvizje, ka qarkullim të madh, ama nuk ta kthen borxhin. Çuditesh ti. Është i pasur shumë, ka borxh në filan dyqanin, ka borxh te filan firma, ai ka borxh filanit, e kështu me radhë. Është i pasur, nuk e kthen borxhin. Për çfarë arsye? Ai mendon se si e ka gjendjen vet, krejt e kanë. Dhe askush nuk ka mbet për aq pak. Ndërsa ndoshta ai i cili i ka dhënë borxh është duke pritur që t'i kthehen ato. Vonimi të pasurit në kthyen e borxhit është zullum. Kuptimi i dytë, vonimi i kthyerjes së të pasurit, ai i cili i ka marrë borxh një të pasurit. Ai është milioner, ti i ke marrë borxh. Dhe çka thua? Po fundi ai milioneri, a për të hollat e mia ka mbet dhe ja vonon, se ai nuk ka nevojë shumë. Edhe kjo vonesë është zullum, është padrejti, pa marrë parasysh sa është ai i pasur, borxhi duhet t'i kthehet atij. Ndërsa ai i cili e borxh, ai i cili jep borxh për t'i ndihmuar të tjerët, ka mundësi që ta arrin një prej shpërblimeve më të mëdha që ndoshta nuk e arrin në asnjë mënyrë tjetër.
Andaj kjo është nxitje për ata të cilët kanë pasuri, sidomos ndaj njerëzve që ju besojnë, të japin borxh. Mos të kalojnë njerëz në mënyra tjera duke marrë me kamat, duke marrë kredit, duke u rrezikuar, e dikush ndoshta duke vjedhur, e kështu me radhë. Ai i cili ka pasuri, ka mundësi që të arrijë shpërblime të mëdha. Deri në çfarë shkalle, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili jep borxh e arrin shpërblimin sikur për çdo ditë të jep aq sa ka dhënë. Ai i cili jep borxh e arrin shpërblimin sikur për çdo ditë të jep sadaka aq sa ka dhënë borxh. Dhe gjithashtu ka mundësi të arrin shpërblimin sikur dy fishin e asaj që e ka dhënë borxh ta jep sadaka. Kur, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse jep borxh në një afat të caktuar, dhe shikoje ti, nëse jep borxh në një afat të caktuar, i jep dikujt borxh 1000 euro, për sa kohë? Për një muaj, pas 30 ditëve do ta kthen borxhin. Në rregull. Për çdo ditë ky njeri është sikur të jep sadaka nga 1000 euro në ditë. Subhanallah. Çfarë shpërblimi? Andaj besimtari duhet të nxitet. Besimtari duhet të ndihmohet me njëri tjetrin me shpresën e shpërblimit të madh. Ai i cili jep deri në afatin e caktuar e ka shpërblimin sikur të jep aq sadaka për çdo ditë. E pasi të kalon afati, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse kalon afati dhe ja shtin, ti ke dhënë borxh për një muaj, i ja shtin edhe një muaj, muajin e dytë, tha sikur të jep sadaka dy fishin e asaj që e ka dhënë borxh. Ke dhënë sadaka 1000 euro, për një muaj shpërblim sikur të kesh dhënë 30.000 euro sadaka. E muajin e dytë, për çdo 1000 nga 2000 është shpërblimi sikur njeriu të ketë dhënë sadaka. Për një muaj sikur të jep sadaka 60.000 euro. Atëherë njeriu e kupton vlerën, mirësinë e dhënies dhe kupton rrezikun e mosdhënies apo vonimit apo mos kthyerjes së borxhit. Besimtari, ai i cili shpreson dhe dëshiron që të hyjë në xhenetin Allahut Azza wa Jall, duhet të jetë i pastruar nga këto 3 gjëra. Ai i cili është me borxh dhe vdes duke ju pas njerëzve borxh, i rrezikohet xheneti. Dhe sa prej njerëzve vdesin dhe ndoshta i kanë haruar borxhet e tyre. Në sa dyqane kanë marrë borxh, sa njerëzve ju kanë marrë borxh, në sa raste, dhe pastaj ndoshta ato borxhet para 5 viteve, 10 vite, 20 vite, ai ma i ka haruar. Dhe ma ti nuk mundesh, edhe nëse shkon, ato fletore janë hudhur. Dhe ma nuk gjinden, ama borxhi të Allahu ka mbet. Dhe borxhi do të llogaritet në ahiret. Hadithin e fundit të cilin e përmendim për sot, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pashate në dorën e të cilit është shpirti im, sikur dikush prej njerëzve të vritet fi sebilillah dhe të ringjallet, dhe të vritet fi sebilillah dhe të ringjallet dhe të vritet herën e tretë në rrugën e Allahut Azza wa Jall, nuk do të hyjë në xhennet derisa të lahet borxhi i tij. Subhanallah, ai i cili vdes me borxh dhe familjarët dhe të tjerët nuk i alajnë borxhin atij, ai është i rrezikuar në ditën e gjykimit, ai është i penguar nga hyrja në dyert e xhenetit, ndërsa ai i cili vdes duke qenë i pastër nga këto 3 gjëra, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men mata wa huwa bari'un min 3, kush vdes duke qenë i pastër nga 3 gjëra, el-kibr, wal-ghulul, wad-dayn, dakhala al-janna. Ai i cili vdes i pastër nga mendje madhësia, nga marrja e pasurisë së përgjithshme pa të drejtë dhe
nga borxhi, ai njeri do të hyjë në xhennet. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ruan dhe të na mbron nga mendje madhësia. Allahu të na ruan dhe të na mbron nga marrja e pasurisë në mënyrë të padrejtë. Allahu të na ruan gjendjen tonë dhe jetën tonë nga marrja e borxheve të cilat nuk kemi mundësi t'i kthejmë. E ata të cilët kanë borxhe, Allahu borxhet e tyre tua lehtëson. Gjendjen e tyre Allahu tua përmirëson. Lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu ibadetet tona të na pranon. Gjunahet tona të na fal dhe të na pastron. Nga dënimi i tij të na shpëton. Në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.